Rikthehemi edhe një herë te deklarata vjetore të ardhurave personale. Në përmbyllje të këtij diskutimi, cila do ishte thirrja juaj apo këshilla juaj përfundimtare për të gjithë qytetarët? Duhet që ta realizojmë këtë çështje parafërsisht pa kaluar marsi, rreth shkurtit, ti drejtohemi një ekonomisti, sidomos atë që kanë për herë të parë, dhe të mos ta lëmë për marsin. Sepse duhet kemi parasysh që ekonomistët duhet në këtë periudhë të marsit zakonisht përpilojnë deklaratat e tatimit për të ardhurat, për korporatat, për bizneset e mëdha dhe nuk kanë kohë të merren me ne. Është mirë që ne të kuptojmë që vajtja jon, adresimi ynë, përpilimi ynë i deklaratës të shkurt na jep dhe një hapësirë kohe të nevojshme dhe të mjaftueshme që të shmangim ndonjë gabim të mundshëm, të kemi kohë dhe të bëhen gjërat në kohë. Gjithashtu duhet të shtoj edhe diçka këtu. Kemi parasysh që 31 marsi është afati i fundit edhe i pagesës. Çfarë thotë kjo gjë? Kjo thotë që zakonisht ata që e dinë këtë gjë nuk e lën për 31 mars çështjen. E lën diku të paktën tek 20 marsit që ditët e fundit të marsit të bëhet dhe pagesa plus nëse del. Pra, nëse ne bëjmë deklaratën 31 mars dhe pagesën e bëjmë në prill në ditët e vijme, atëherë marrim penalitete dhe interesa të panevojshme.